Duke folur për investimet në fushën e mbrojtjes, ministri Piro Vengu u ndal tek tensionet diplomatike mes Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Duke mos dashur që të ndaj pozicionin e Shqipërisë, ministri i mbrojtjes tha se vendi ynë ka identitet tërësisht euroatlantik. Për Shqipërinë nuk bëhet fjalë për një zgjedhje mes të dyjave. Mënyra se si ne ndërtojmë politikën në fushën e mbrojtjes ka të bëjë me identitetin ton tërësisht euroatlantik. Nuk jemi mes Washingtonit dhe Brukselit, jemi brenda Washingtonit dhe brenda Brukselit. Ndër të tjera, ministri u ndal tek investimet për forcat armatosura. Vengu theksoi se kompania Kajo është totalisht shtetërore, ndërkohë që dha detaje për marrëveshjen që qeveria ka bërë me kompanitë izraelite për sistemet fluturuese. Kompania Kajo është një kompani holding shtetërore, 100% shtetërore, e cila nuk bën partneritete me individ, po bën partneritete institucionale bazuar në ato shtyllat të përparësive të mbrojtjes dhe politikës mbrojtjes që ka shteti shqiptar. Për sa i përket kompanisë Elbit, ne kemi një marrëveshje ndërshtetërore me Izraelin, e sankcionuar, e nënshkruar, e cila parashikon një sër kontratash dhe një sër komponentësh armatimi. Fillojmë me sistemet dron dhe sistemet antidron dhe parashikohen në të ardhmen, po këto ende të pa finalizuar, apo parashikohen si rrugë bashkëpunimi sistemet e artillerisë. Duke u ndalur te rajoni për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, Vengu tha se nuk janë të detyruar t'i kërkojnë leje Serbisë. Kjo është një marrëveshje trepalshe e cila nuk është ndërtuar kundër askujt. Madje kam qenë unë vetë i pari që kam shprehur dhe ftesë, pse jo, që Serbia nëse gjykon se rajoni, stabiliteti, qëndrueshmëria dhe ardhmja euroatlantike e vendeve të rajonit është e rëndësishme, atëherë pse jo dhe Serbia t'i bashkangjitet kësaj iniciative. Ja u merr mendja që nuk kam marrë përgjigje për sa i përket kësaj ftese. Nuk besoj se Kroacia dhe Shqipëria dhe Kosova kanë nevojë të marrin leje për sa i përket kësaj pjese. Për buxhetin e vitit 2026, Vengu tha se nuk është vetëm në fokus fusha e armatimeve, por edhe ajo e emergjencave civile ku priten investime të tjera për përballimin e situatave kritike që shpeshherë vendi ynë përballet me përmbytje apo gjatë sezonit të verës me zjarre.